mbështetja e ulët ekonomike për personat e verbër po i vështirëson edhe më tepër jetesën kësaj kategorie. Ndihma financiare si pagesa aftësisë së kufizuar sipas tyre është e pamjaftueshme për të mbuluar kostot e larta të jetesës, medikamenteve dhe asistencës së nevojshme. Ata kërkojnë rritje të vlerës së kompensimit dhe përmirësim të politikave për një jetë sa më dinjitoze. Një invalid që ka humbur shikimin ka shumë problematika lidhje me çorinë financiare. Me një pagesë 324.000 lekë është e vështirë. Se do pagu kryefamiljar, do pagu drejta, do pagu ujin, do merresh ilaçe, do ushqesh. Pa llogarit pjesë tjera që i ka nevojë familja ose personi. Kryetari i shoqatës kombëtare Shpresë kundër verbërisë Artur Puha thotë se në vendet e BE-s mbështetja ndaj personave të verbër është shumë e lartë. Një pagesë jashtë shtetit, me gjithë kujdestaria është 1.200 euro. Pa llogarit që ushqimet i ka falas, vizitat i ka falas, çdo gjë i ka falas. Unë kam eksperiencën për në Francë, që kam jetu 14 muaj që kam shku për kurim. Edhe kurse në Shqipëni, pagesa me 320.000 lek, 330.000 lek, me 400.000 lek, duke pas parasysh se ke shumë perepecina rrugës, ilaçe, jetesa familjare, ujë, drita, më thash, është shumë e pakët, edhe me 400.000 lek është e pakët. Shpeshherë grupet e personave me aftësi të kufizuar kanë theksuar nevojën për shikim të skemave të ndihmës ekonomike.